O thuaj e ti, o do ta them unë se si jemi njohur bashkë. Ne bashkë jemi njohur duke u zënë. Ditën e nesërme të përmbytjes së Vlorës, që një nga shtëpitë e përmbytura ishte shtëpia ime për të dytën herë pas 10 vitesh. Dhe jo më pak sherë kam bërë edhe përmbytjen e parë me thënë drejtën, po sheri nuk ka arritur deri tek ju përmbytjen e parë, por herën e dytë me sa duket e pash linjën e drejt për drejt më lart se sa herën e parë. Kështu që ju kam nisur një mesazh, bashkëlidhur një telefonat që në gjykimin tim nuk ishte korrekte. Nga ana ime. Jo nga ana juaj, se telefonata ishte me shërbimin në Vlorë, dhe pastaj më keni marrë dhe e kam menduar se do ishte një bisedë më e qetë se sa ishte, derisa më bët pyetjen e parë që a e ke shtëpinë domethënë të siguruar, edhe unë thash si galin e di vet. Pastaj vazhdoi biseda që zgjati 13 minuta e sherr. Fjalia që unë mbaj mend shumë mirë, s'mbaj mend shumë ato fjalit, ato cigalit e më kujtova ti, po fjalia që mua më ngul ishte se tjetër thoni kur dilni, tjetër na thoni dhe kur vjen puna këtu, të njëjtët njerëz, po kjo histori edhe as do të di njeri se kush ka merita, kush ka merita. Kjo ishte fjalia që mua më ngeli në mend. Tani si ju ka ngelur kjo në mendje, mos më ka ngelur kjo se domosdoshmërisht. Se cili ngel në mendje ajo që aty jo që don, jo, i ngelet në mendje ngelen ato që të bëjnë më shumë përshtypje dhe më shumë përshtypje të bëjnë kur të prekin aty ku ti s'do të prekin. Po, të dhëmë, me sa duket. Ku të dhëmë, eksakt, po. Por mendoj që më shumë se sa më ka dhënë për mua, se të thosh gjithmonë në gjykimin tim, mos merita e një angazhimi shumë gjatë, që me sa duhet fatmirësisht duhet të ishte telefonata me ju për të vendosur në pikë mbi i. Duaj, domethënë, të mos ndjej kaq shumë tek ju. Megjithatë, nuk mendoj se është kjo pika më e rëndësishme në të gjithë këtë ngjarje, po themi. Jo, më unë thjesht tash për të kuptuar që për ta kuptuar njerëzit se si është hapur ky komunikim. Pastaj normalisht ka vazhduar. Më but vazhdoi pastaj. Hajde. Le ta themi që vazhdoi çik më but. Jo mos pastaj veçuar një ftesë për të ardhur në një aktivitet. Po ndërkohë unë që kur bëra bisedën, se pash që biseda kishte brenda diçka, si ishte domethënë thjesht një vlonjate që sharrosej se kjo është normaliteti me vlonjatët. Po ishte një person që dukej që diçka edhe qova numrin një tash merrnin që në telefon të person të sqaroheni, pastaj nuk diskutohet që telefonata ishte e pamjaftueshme komplet, madje ofenduese sipas zonjës, se po nuk i the ato gjë që duan dëgjojnë vlonjatët, nuk diskutohet që i ofendon. Dhe pastaj e vura në radar dhe i thash ndiqeni të personazh, ça në kuptimin ça përfaqëson në kuptimin për të parë potencialin. Dhe pastaj erdhi dita që u vu në listën e mbyllur të Vlorës. Nuk kishte entuziazmi, mendoj unë që mbase kushdo tjetër do, në këtë moment flasim, të jetës sime. Por arsye pse e pranova ishte se mendoj që jo për të dhënë shpresë, se kush jam mund të jap shpresë, po ka shumë të rinj të reja të tjerë që mund të jenë pak apo shumë të zhgënjur, edhe herë apo vonë mundi dhe puna shpërbleh. Po thuaj pra fjalën mirë, thuaj se na shkatrove. Po do ta them në fund, do ta mbyll ëmbël në fund. Jo dhe aq ëmbël në fakt, me ça po mendoj tani, po qytetarët nuk do presin asgjë më shumë se sa atë që njohin. As Partia Socialiste nuk do pres asgjë më shumë se atë që njeh edhe që kam dhënë. Por bashkë nuk i premtoj dot që nuk do zihemi, por gjithmonë për më të mirën e mundshme. Kjo ishte ëmbla në fund. Kjo ishte ëmbla.